Nëse nuk ka një datë mbarimi, është e pavlefshme. Do përcaktoj se është e pavlefshme si urdhër. Është i pavlefshëm. Vim tek urdhrat e tjerë që kanë pasuar këtë urdhër, edhe që janë firmosur nga zëvendës kryetari që është Anuel Aristani në mungesë dhe me urdhër të kryetarit Erion Veliaj. Tani këto si shkresa në vetvete avokat. Në momenti që këtu thot, në mungesë dhe me urdhër, me sa duket të kryetarit Erion Veliaj ka firmosur zëvendës kryetari. Kemi nevojë ne kur shohim këto të shohim edhe shkresën e firmosur nga kryetari Erion Veliaj? Jo, s'është e nevojshme. Nuk është më e nevojshme. Që do të thotë ajo që po diskutonin pak përpara, nuk ka më vlerë. I është deleguar me urdhrin 539 datë 8/2020. Çështja është që ajo nuk e ka atë kompetencë mbi bazën ligjore të dhënë. Se si kanë shkuar. Ta diskutojmë. Pra, nëse formalisht, prandaj u thash pari, nëse formalisht ka të referuar aktin nenin, është formalisht është sakt. Pastaj nëse lexon çdo nen të ligjit, atëherë ajo bëhet e pavlefshme. E vetmja bazë ligjore Jonita që kanë përdorur këta është vetëm rregulloria. Vetëm me rregulloren që është miratuar në vitin 2022 nga Bashkia e Tiranës, ajo është bazë ligjore për delegimin. Të tjerat gjitha nuk, të tjerat janë absolutisht pavlefshme që të gjitha veprimet. Por nëse edhe rregulloria e përcakton afatin, edhe rregulloria e përcakton afatin e kohës, sepse zëvendës kryetari me delegim nuk ka kompetenca të kryetarit se s'mund të ketë, se nuk ja jep ligji, nuk ja lejon, sepse nuk flitet as i vend në nenet e ligjit 139 për kompetencat të zëvendës kryetarit. Pra, flet vetëm kompetencat të kryetarit, mandatin e kryetarit, kur i përfundon mandati dhe kur kryetari ikën nga si kryetar bashkiet dhe që do të mbërmeten më poshtë. Ka dy probleme ligji për organet vendore. E para, nuk përcakton delegimin, që kryetari bashkisë ka të drejtë të delegojë kompetenca në raste në parinë të përgjithshme. Ka të drejtë të delegojë kompetenca në një nga rrethanat e mëposhtme, 1, 2, 3, 4, kur hyn edhe masat e sigurisë. Kjo, më fal, e dyta. Ligji për përgjegjësinë e organeve vendore i mungon dhe neni tjetër, ku të thuhet kujt e delegon.